Përshëndetje TikToku. Na ka ik zoni. Ndjes për këtë pjesë, po ishte pa mundur për të bërë një regjistrim lidhje me këtë rast. Ritakojmë sërish me Yamaha X-Max viti 2016. Atëherë, e kam thënë dhe rithënë edhe herë tjera. Kujdes, kontrolloni motorin për vaj se bëhet baterdia, edhe pastaj e ka fajin mekaniku që ra nga fiku. Tashi, çështja është, shikoni pra se si është shpëtuar motori për të bërë shërbimin kapital të grupit. E shikojmë bashkarisht se çfarë ka ndodhur. Ky është karteri i motorit. Këtu janë ciflat e bjellës që kanë ngelur brenda në karter. Po ti shikoni, kjo është pjesa e dytë e karterit. Shikojeni ciflat e metalit që kanë ngelur këtu brenda. Pra, ky është kollodoku i motorit, ndryshe Albero. Crankshaft i thënë anglisht. Kollodoku, shohim bjellën, shoh në distancat majtas djathtas, edhe poshtë lart bjella e ikur. Dëgjoni zhurmën. Pra, kollodoku ka ikur dëm. Shikojeni cilindrin e motorit se si është bërë, mbrëmësinë e tij, sepse totalisht pistoni është bymy, ka ngjitur dhe si shikoni, ka ngjitur totalisht dhe ka dalë jashtë funksionit. Ja pra motori është hapur në kaç. Ndaj, ju lutem, kushtojini vëmendje motorit 1 minutë në mëngjes për ta hapur dhe për ta kontrolluar për vaj. Jeni ju ato që kontrolloni motorin për vaj dhe për ujë. Mos vajsoni mekanikën. Faleminderit.